Në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, shoqata e Ndikos në Klin zhvilloi një takim me anëtarët e saj në ambientet e QKMF-s, pasi organizata vazhdon të mos ketë një objekt të vetin për mbledhje dhe aktivitete. Takimi u hap nga kryetarja e shoqatës Vjolca Preka, e cila theksoi rëndësinë e bashkimit të anëtarëve dhe të evidentimit të nevojave të tyre, veçanërisht në këtë ditë simbolike për komunitetin e personave me aftësi të kufizuara. Më pas, Gjevalin Preka dha një intervistë për Klina Info, ku foli për sfidat dhe kërkesat kryesore të anëtarëve. Shoqata ka theksuar një sër nevojash urgjente, duke përfshirë sigurimin e një objekti, mbështetjen përmes donacioneve dhe realizimin e projekteve që janë të domosdoshme për zhvillimin e aktiviteteve të tyre. Prej 2 vitesh, Ndikos ka kërkuar zyrtarisht zgjidhjen e problemit të objektit, duke komunikuar me kryetarin dhe me drejtoritë ndryshme të komunës, por deri më tani, përpjekjet e tyre kanë rezultuar vetëm në premtime të parealizuara. Pavarësisht njoftimit të bërë me kohë, asnjë përfaqësues i komunës nuk mori pjesë në këtë takim, ndonse kërkesat e anëtarëve janë të vazhdueshme. Shoqata kërkon që komuna dhe udhëhecit e saj të tregojnë më shumë angazhim ndaj këtij komuniteti. Në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, mesazhi i Ndikosit në Klin mbetet i qartë. Nevojat e këtij komuniteti janë urgjente dhe të përditshme, e jo vetëm simbolike për një ditë të vitit. Mungesa e objektit, projektet e parealizuara dhe mungesa e përfaqësuesve institucional në takim, sipas anëtarëve të shoqatës, tregojnë se mbështetja duhet të jetë më qëndrueshme dhe më e dukshme. Ata shpresojnë që viti i ardhshëm të sjellë zgjidhje konkrete dhe me shumë bashkëpunim nga institucionet lokale, në mënyrë që personat me aftësi të kufizuara të ndihen të respektuar, të përfshirë dhe të jenë të barabartë në komunitet. Dhurata i keni prej Albinit, market Albinit edhe Hysem që shëtë... Edhe Hysem ka lundra. Përshëndetje. Sot ne, shoqata Ndikos në Klin, jena mbledh me disa anëtarë të cilët kanë pas mundësinë për më ardhë edhe mi shpreh ankesat dhe kërkesat e tyre. Në lidhje me shoqatën, në lidhje me personat të cilët i kanë në familje, personat me aftësi të kufizuar, që ballafaqohen për ditë me problemet ndryshme. Mirë po, ne si shoqatë e Ndikosit në Klin, kemë shpreh disa nevoja, të cilat më të vërtet kanë nevoja anëtarët, po edhe kërkesat në lidhje me objekt, në lidhje me donacionet ndryshme, në lidhje me disa projekte të cilat janë nevojshëm anëtarët e Klinës për me pas aktivitetet ndryshme. Si për shembull, objekti i cili mungon që sa kohë, që 2 vite jem me kërkesa ndryshme dhe me kontaktime, kem pas kontakte me zyrtar të komunës, me kryetar, me drejtor të komunës, drejtorive të ndryshme. Mirë po, deri me tani, vetëm premtime kanë bërë. Presim që këtë vit që të vjen, të na dalin në ndihmë gjithsesi që sa do pak ta kem një objekt, shoqata e Ndikosit Klinit ta kenë një objekt ku mund t'i shprehin gjitha nevojat, gjitha anëtarët, mund të mbledhen, takohen njëri me tjetrin, ta ndinë veten të lirë dhe ta ndinë veten që janë pjesë e kësaj shoqërie. Mirë po, për këtë mirë kuptim, zyrtarët nga komuna është dashur që sot s'paku një për i komunës të jetë këtu, një zyrtar nga komuna që të merr pjesë edhe të ndëgjon vetë këto kërkesa, këto ankesa, të cilët anëtarët i kanë të përditshme. Përditshme që do më thonë, personat që i kanë në familje, ata janë nevojshëm edhe për atë arsye edhe kanë dëshirë më konë dikush që i përfaqëson edhe dikush që i ndëgjon ankesat e tyre, edhe kërkesat gjithashtu. Mirë po, për fat keq, sot askush nuk ka ardhur, edhe pse janë të informuar me kohë,
por ata I din arsyetimet e veta, pse nuk kanë ardhur, është da është gjithsesi të jenë. Sepse ata përfaqësojnë komunitetin e Klinës, mirë po, duke përfaqësu komunitetin e Klinës, edhe këta janë shoqëri e këtij komuniteti. Edhe pse I kanë nevojat e veçanta, edhe pse nuk mujnë me kontribu, me punu, apo me dhonë një ndihmë tjetër, mirë po ata ndihmën do të me pas gjithsesi për institucionin, cili institucion është kulmi I tyre më I rëndësishëm, cili ai do të mu interesu përmes shoqatës sindikosit, cili na jemi të regjistruar në një rregull për mi përfaqësu drejtat e tyre, gjitha çka kanë nevojë ata, gjitha mënyra, gjitha ankesat, kërkesat, cilë nëpërmes nesh na ju kemi drejtuar atyre mirë, po deri më tani kanë ndihmu me disa donacione, por nuk janë të mjaftueshme kurrë, sepse problemet dhe kërkesat e tyre janë të përditshme, nuk janë vetëm një herë në vit. Dhe për atë arsye do të mu interesu ma shumë komuna, zbashku me kryetarin, kabinetin e vet, edhe gjithë drejtori që janë aty, të dalin në ndihmë, mos ta na shkalohet kjo kategori e shoqërisë, sepse më të vërtet kanë nevojë për ndihmën e juaj, ndihmën e gjithë shoqërisë, duke përfshirë komunën, donatorë të ndryshëm, si dhe ata që I kanë firmat e veta, që edhe ata mujnë me dalë në ndihmë, nëse kanë dëshirë, edhe pse disa raste në kanë dalë në ndihmë, me sa do pak një fashume, sa ju ka kushtu zemra, që Hysen Kalludra ka dhënë donacion për 100 euro për disa dhurata dhe Albini Market gjithashtu një 20 dhurata. Ka dhënë donacion për këtë ditë që sot t'i gëzojmë sa do pak familjet edhe ata persona të cilët janë të mbyllur edhe kanë mbetë brenda 4 mureve, që mos t'ketë mundësi, që s'kanë edhe mundësi faktikisht të dalin të shijojnë jetën sikur gjithë të tjerët. Për atë arsye ju kisha lutur që ta kenë parasysh këtë kërkesë, edhe këtë ditë të cilën ndërkombëtarisht e festojnë 3 dhjetorin, dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara, në krejt botë festohet, por këtu në Klinë faktikisht nuk vjen kërkush mi përfaqësu nga institucionet. Kjo është dëshpërim shumë I madh, pse unë kam prit më shumë prej tyre, edhe besoj se vëdësohen të ardhmen edhe ta kenë parasysh gjithsesi këtë kategori të lejonën madhore që sa vite. Kaq po ata.